Kjo motra pyet thot kur kam qenë e martuar me ishburrin, e kam prishur agjërimin me dëshirë. A duhet t'i agjëroj 40 ditë? Nëse ke për qëllim që e ke prish agjërimin me intimitet bashkëshortor, atëherë duhesh me agjëru 60 ditë, jo 40. Kësaj, disa dietarë kanë thonë duhesh me ashtu edhe ditën që e ke prish. Pra 60 plus 1, 61. Pa ndërprej. Asnjë ditë mos mund ndërprej. Nëse ndërprej në ditën e 35 ose 55 duhesh me anis edhe një herë. E jo 40. Pra nëse e ke prish agjërimin me intimitet, nëse e ke prish me bukë ose me ujë s'është për qëllim intimiteti, atëherë jo, pendohesh te Allahu xhaleshanu dhe agjëron veç një ditë. Kjo është dallimi.